Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi edhe këtë javë në emisionin Bardhëzi. Ju tashmë në 2 javët e mëhershme keni kuptuar konceptin e emisionit që ka të bëjë me tema sociale për në aspektin fetar, më konkretisht në fenë islame. Sot kemi zgjedhur që të flasim për një temë që ka të bëjë me shërimin e brendshëm dhe emocional. Në një kohë ku ne po jetojmë dhe në një jetë kaq dinamike, ndonse të gjithë kemi profesionet tona dhe të gjithë kemi punët tona, nuk kemi si më herët që vetëm një ka punu dhe të gjithë kanë qenë në shtëpi me punët e tyre shtëpiake, sot brendësia jonë shpirtërore është më ngarkuar se çdo herë tjetër. Ndonse kemi mundësi që t'i bëjmë qefi vetës dhe të blejmë shumë gjëra sa i përket plotësimit ndaj vetvetes, prap ne ndihemi brenda bosh. Pse ndodh kjo dhe pse shpesh shkojmë tek psikologu ose tek profesionistët për të konsultuar dhe prap nuk kemi ndonjë ndryshim dhe vazhdon gjithë kjo boshllëk që e kemi brenda, madje nuk ndihemi të kënaqur me asgjë, shohim fëmijët tanë duke u rritur dhe prap nuk kemi ndonjë ndjenjë interesante ose ndjenjë të mirë brenda ne. Shohim babën, nanën, shohim vllahun, motrën të cilët po përparojnë dhe e kanë shëndetin e mirë dhe prap jemi bosh brenda nesh. Shohim tavolinën plot dhe prap jemi bosh brenda nesh. Avancohemi në profesione, shkollohemi, diplomohemi, po prap ka diçka që na mungon. E kur as profesionistët shëndetësor nuk mund të bëjnë asgjë në këtë aspekt, normalisht që do duhet të gjejmë edhe një zgjidhje tjetër. Për diskutuar për shërimin me ose pa Kur'an, bashkë me mua në studio sot, si çdo javë tjetër është Hoxh Fadel Musliu, imam dhe ligjërues në Xhamin Muatini. Hoxh, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Nuk e di nëse është një hyrje korekte sa i përket kësaj që e folëm dhe sa i përket temës që do diskutojmë, por po e risim nga boshllëku, Hoxh. Unë thash që dera e para, ashtu siç na sugjeroni edhe ju me fe islame, janë profesionistët tanë shëndetësor. Po, bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht do të kuptuar se jeta e kësaj bote nuk është jetë perfekte, apo me thonë që ndonjëri prej nesh po ndjehemi komplet mirë. Sepse sikur krejt ishte në rregull në këtë botë, edhe sikur njerëzit mos kishin halle, mos kishin brenga, mos kishin mërzi, mos kishin sprova, mos kishin fatkeqësi, mos kishin ndarje, atëherë çfarë rëndësia apo çfarë vlere do të kishte xheneti, që është krejt një botë tjetër. Andaj po ju drejtohem juve dhe shikuesve tuaj, veçanti atyre që janë besimtarë, sepse kohët e fundit shohim edhe njerëz të cilët nuk kanë asnjë fije respekti ndaj njerëzve të cilët ju qasen gjërave nga aspekti profesional, edhe nuk zgjedhin fjalë, nuk zgjedhin terma të ndyta apo të olt duke etiketuar, duke shpifur, duke folur kundër atyre që janë profesionalisht të një fushë. Kështu që unë po flas edhe po ju drejtohem besimtarë musliman. Nuk vlen kjo për jo besimtarët, nuk vlen për ata që s'kan zot mbi kokën e tyre, nuk vlen për ata që s'kan asnjë kod të etikës apo të sjelljes së mirë raport me të tjerët. Po ne si besimtarë musliman jemi të bindur dhe kjo bindje është e palkundur, është e pa diskutueshme se njeriu përballet në jetë edhe me gjëra të cilat nuk i dëshiron. Andaj çdo herë kur njeriu ka ndonjë ankth apo kur ka ndonjë shqetësim, kur ka ndonjë presion psiqik apo kur ka stres apo kur ka depresion apo diçka të ngjashme, çdo herë kemi thënë dhe po e themi, adresa e parë për të konsultuar edhe pastaj për të vazhduar trajtimin është dera e mjekësisë familjare. Në qendrat e mjekësisë familjare të mjeku i përgjithshëm. E pastaj, ai pas atyre, domethënë kontrollave, ekzaminimeve, e drejton pacientin në derën e duhur. Dhe varet prej shqetësimit, çfarë ai ka, ai drejtohet diku tjetër. Pasi që të shkon tek mjekët specialistë asaj fushë, edhe trajtohet dhe ata konstatojnë se çdo gjë është në rregull, analizat janë në rregull. Domethënë ato vlerat referente të rezultatet analizave këtë janë në të mesataren e duhur, nuk ka asnjë shqetësim nga aspekti shëndetësor, nga aspekti fizik apo nga aspekti psiqik, atëherë një farë forme mjekësinë bashkëkohore po i mbyllet dera atij. Edhe pse ai prap e ndjen atë që me thonë nevojën për me u trajtu dikun tjetër, apo për ndjen nevojën për me u qasë dikush në një mënyrë tjetër. Sepse mund tjetë
shqetësimi i tina, apo problemi i tina, apo halli i tina mund të jetë shqetësim shpirtnor. Dhe kur jemi tek këto shqetësime të brendshme, këtu zakonisht flasim për magjin, zakonisht flasim për mysyshin, zakonisht flasim për sulmin nga gjinët, apo nga shejtanët, edhe mund me qenë edhe hasedi apo xhelozia e të këqive dhe keshbërzve. Dhe këto që i përmenda, këto nuk trajtohen në mjekësinë bashkëkohore. Bile ata që janë mjek musliman i pranojnë, përndryshe ata që janë mjek musliman, një pjesë e tyre nuk i pranojnë fare, edhe pse në Europën perëndimore ka plot mjek që janë edhe musliman, po i pranojnë bile ata nuk janë të kompleksuar. Ata i thonë shpesh herë, ka raste që i thonë pacientëve vazhdo, kërko shërim dikun tjetër, sepse e trajton me muaj apo me vite dhe nuk ka asnjë rezultat. Edhe shumë është korrekte, edhe shumë është profesionale me i thonë njerit kur nuk mundesh me arrit atë suksesin e dëshiruar, shiko dikun tjetër. Se një gjë do të kuptuar, nuk ka smundje që e qënë Zoti, nuk ka smundje që e qënë Zoti që nuk e ka ilaçin. Vetëm çka duhet me kërku ilaçin derisa ta qëllash. Përndryshe, përveç pleqërisë, që është një proces i pandalshëm, edhe vdekjes, që është një proces që ka fillu me njeriun e parë, krejt tirat e kanë ilaçin. Për ata, edhe për kancer kur flasim, apo për diabet, apo për virusin AIDS, për siden, apo diçka të ngjashme, edhe ato e kanë ilaçin. Bile përpara, po flas për 3-4 viteve, aq që pat hi frika në palës njerëzve, kush u diagnostifikoi me kancer, edhe e kishin frikë me thonë që është prekun prej kanceri, po e ka atë smundjen. E keqe. Por edhe të keqe se thëshme që ka atë smundjen, do me thonë që ta merr shpirtin patjetër. Pastaj fillu me thonë e ka atë smundjen e keqe, e tash fillu me thonë i diagnostifikuar me kancer, edhe këtë është normale. Ajo është një smundje që përballen njerëzit, edhe ka që vdesin, edhe ka që shërohen. Sepse nuk ka smundje që nuk e ka ilaçin. Vetëm se tash a jemi ne të zotët me gjetë ilaçin, apo këta, do me thonë, që i prodhojnë barat, farmacistët, a janë të zotët me gjetë, ajo është një problem që ata duhet me u marrë, fizikantët, kimistët, biologët, këta duhet me u marrë me këto gjana, përndryshe, krejt në këtë botë kanë ilaç përveç 2 proceseve, procesi i pleqërisë edhe vdekjes. E tash, mjekësia bashkëkohore, unë nuk kom pa në për libra, do me thonë, edhe pse unë nuk jam profesionist i mjekësisë, po aq sa kom pa, do me thonë kështu me një njohuri modest, apo njohuri sipërfaqësore, nuk kom pa dikon që trajtohet magjia, apo gjinët, apo mysyshi, apo xhelozia, apo diçka të ngjashme. Edhe pse te xhelozia deri dikon psikologët edhe psikiatrët flasin nga pak këtë çështje, mirë po nuk është një temë që ndoshta i qasen në një qasë qysh i qaset dikush që e nje fen, sepse Islami, feja që ne i përkasim, nuk ka ardhur veç për me i zgjidh problemet, po ka ardhur me i parandalue. Për ata, para se njeriu të goditet nga magjia, apo nga mysyshi, apo nga gjinët, apo nga xhelozia, janë masat preventive. Masat parandaluese që mos me u prek për i këtyne. Cilat janë këto masat? E para është mbështetja në Allahun e madhruar, mbështetja në krijuesin e gjithësisë. Për ata vetë krijuesi, Allahu i madhruar thot: "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ai që i mbështetet Allahut, ai mjafton atij për çdo gjë. E nga njëherë njerëzit e harrojnë Zotin. Harrojnë që kanë Zotin mi kokën e tyre. Edhe që ka mbështeten dikun tjetër. Nuk është shërues mjeku, as nuk është shërues hoxha, as dikush tjetër. Sebep, a i thuat? Ta janë, do me thonë sebep, apo këta mund bëhen shkaktar, me dhonat diagnozën e tyre, pastaj shëruesi absolut kush është Allahu. Kështu që Allahu vetëm po du me tregu. Para se të na godasin këto sprova, se edhe këto janë, do me thonë, sigur me qenë dikush i diagnostiku me dhimbje të barku, du të me shku të abdomeni, dikush i diagnostiku me dhimbje të dhamet të stomatologu, edhe këto që i përmena, du të me shku të njeri që i njeh këto rregulla, nuk është patjetër me qenë hoxh, po një njeri besimtar që i din këto rregulla, edhe më mira kish me qenë me u ruajt vetë. Qysh? E para me mbështet Zotit,
E dyta, nuk ka faktor më të rëndësishëm për me të mbrojt për këtyne gjana se sa namazi. Namazi bile është shtylla e fesë. Pastaj çka? Me u largu prej harameve. Sepse haramet, gjërat e ndaluara, nuk sillin tjetër vetëm se vujtje. Gjënat nuk sillin tjetër vetëm se mjerim. Gjënat nuk sillin tjetër vetëm se fatkeqësi. Gjënat nuk sillin tjetër vetëm se çarrregullim stabilitetit fizik dhe stabilitetit psiqik. Andaj me u largu prej këtyne gjana. Dhe çka tjetra me bë dhikr, me përmend Zotin, kur të zgjohemi, edhe kur të bime fjet, edhe pas namazeve, dhe dhikri përmendja e Zotit është një prej faktorëve të rëndësishme. Për ata dhe vetë i dërguari i Zotit i ka kërkuar ndihmë Zotit mëngjes edhe mbrëmje që të haruan prej të këqijave dhe keqbërës dhe kush do qofshin ata. Zatën për ata edhe 2 kaptina, që i themi ne sure, që janë surja 113 dhe 14, që janë surët përmbyllëse të Koranit, dhe me këto përmbyllët Korani, nuk kanë zbrit për diçka tjetër, vetëm se që të kërkojmë Zotit ndihmë që të na mbron nga të këqijat e keqbërësve. Dhe aty në kaptinën El Falaq, Allah thot: "Wa min sharri naffathati fil uqad." O Zot, na mbroj prej atyne që fryjnë nyje, do me thonë prej atyne magjistarë, prej atyne që bëjnë magji, që bëjnë sihr. Wa min sharri hasidin idha hasad. Edhe na mbroj nga xhelozia e njerëzve xhelos. Edhe shkaku i këtyre 2 sureve, pse kanë zbrit këto? Pse kanë zbrit? Është se një ditë prej ditësh pejgamberi alayhis salatu wasalam nuk u ndjente i disponuar, sa i ka qenë nga natyra e tij i disponuar çdo herë, i butë çdo herë, i këndshëm edhe i buzëqeshëm. Çdo herë, domethënë, ka reflektu pozitivitet. Mirë po, një ditë prej ditësh zgjohet edhe një farë plagështie, një farë lodhe. Dhe kjo nuk vazhdon vetëm një ditë, po vazhdon disa ditë. Edhe pas disa ditësh mungesë disponimi, edhe mungesë, domethënë qetësie shpirtërore, zbret meleku Xhibrili te pejgamberi alayhis salatu wasalam dhe i tregon se i kishte bërë magji një prej banorëve hebrejnë të Medinës dhe kishte marrë një qime të gjatë edhe në një krahë të drurit dhe kishte lidh dikun rreth 11 nyje dhe kishte fut, si me thonë, një pus apo një bunar. Edhe këto 2 sure i kanë 11 ajete, 11 citate kuranore. Dhe duke Xhibrili ja tregoi vendi ku u gjendën ato qimet, edhe duke i lexuar u çliru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej asaj që ja hupi, domethënë, disponimin, se nuk ka qenë smunat mos që ka humb kontrollin runa Zot, sepse profetët, jo vetëm Muhamedi alayhis salam, po të gjithë pejgamberët, profetët, të gjithë kanë qenë të mbrojtur prej Allahut. Që ne nuk e kemi gjithë këto, do të thotë, ata e kanë pas një cilësi prej cilësive dalluese prej njerëzve të rëndëmt, se Allahu i ka mbrojt shumë prej të këqijave dhe keqbërësve. Kështu që këto janë disa nga shkaqet që na bojnë për me mbrojt para se të na godas. Nëse na godet runa Zot, pastaj çka? Është më së miri me kuru veten me Kur'an. Se Allahu i madhruar në Kur'an thot, ne kemi zbrit në Kur'an atë që është shërim dhe udhëzim për besimtarët. Ka citate, ka ajete kuranore që ndikojnë për me u shëru besimtari musliman, ai që i beson. Është interesant në Evropë, po edhe në Shqipëri, të njema pak që ka edhe të feve të tjera që shpesh herë kërkojnë çka me ju lexu Kur'an. E kjo a ka efekt hoç kjo kur ndoshta je besimtari një fesë tjetër dhe kërkon shërim me Kur'an? Po Kur'ani për gjithçka ka efekt. Kujdo që i lexohet, e ka efektin e vet, sepse është fjala e Zotit. Dhe fjala e Zotit depërton zemrat e njerëzve. Edhe ata që nuk e besojnë, ndodh që duke dëgjuar Kur'anin çaj. A ndodh që një person mund me ndru fenë edhe me u kthy në fe islame nëse veç ndëgjon Kur'an vazhdimisht kur ka halle të mëdha? Ka edhe shumë bile, sidomos në Evropën perëndimore, ka, ju e keni pa disa, domethënë, çmiçujt disa testime që zhbohen rrugëve të Evropës nëpër metropolet evropiane, kur disa çuna tri, ato kufjet dëgjueset u alshojnë vesh disa trive dhe treja, thonë veç pak please. Është viral kjo. Po veç pak thot. Edhe dëgjojnë, disa knaqen, disa qajnë, a mund nuk e kuptojnë. Po është fjallë e Zotit. Se qani njeri kur dëgjon Kur'an? E prek zemrën. Këto njeriu nuk është runa Zot hipokrit me qajt para kamerave.
Mirë po çka është interesant, është e vetmja fjalë që njeriu nuk e kupton, edhe çka ndjehet mirë, edhe çka edhe vjen edhe deri tek e çajtura. Dhe këto nëpër Evropë e praktikojnë shumë, do me thonë shmequjtë si lloj testi, sa po ndikohen për i Kur'anit, edhe ndikohen njerëzit, në përgjithësi në veçanti ndikohen ata të cilët janë besimtarë, ata të cilët e besojnë. Dhe trajtimi me Kur'an quhet rukje. Rukje, do me thonë lexim me Kur'an. Rukje shërije, lexim do me thonë fetar apo shariatik, përveç kësaj leximit me Kur'an, janë edhe disa lutje, disa do që i ka praktiku pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kush është mas miri me lexu këto? Mas mirë është unë më lexo vetes, ti më lexo vetes, secili më lexo vetes. Kështu kish më qenë mas miri. Po nëse njeriu nuk din, atëherë një antar i familjes po e zom, ka një fëmijë që çan të çon te pediatri, çon natën emergjencë, thonë s'ka krejt në rregull, është kthehen në shtëpi. Prap vazhdon. E diçka dohet aty 5 minuta, ndoshta 3 minuta. Është doja kundër mësyshit, se njeriu mësyshohet, edhe çrregullohet. Bile mësyshi nuk është aq i lehtë qysh në popullin tonë e paraqesin. Po bëna e marrën shumë lehtë. Po edhe njerëzit që vinë me konsultu me bisedue, edhe duke bisedu thotë ndoshta kam mësysh, pse? Se don vetëm ja caktuar një lloj diagnoze që është e lehtë. Ma ngushëlluese. Po, është ma ngushëlluese ajo. Mësyshi nuk është diçka e pashilehtë. Bile i dërguari Allahut, unë nuk po them këto tash me friksu njerëzit, ka thonë se shumica e fëmijëve vdesin nga mësyshi, por njerëzit nuk e dinë. Mësyshi po mundet ta shkaktojë vdekjen. Po mundet më bësh shkaktar se për ata ka shumë mjek që sinqert tregon se kemi pas fëmijën 3 vjeçar, 4 vjeçar, krejt në rregull. Asnjë vrejtje s'ka pas, të shkoj na iku. Ka mundësi edhe për mësyshit, bëhet shkaktar, bëhet sebet mësyshi. Kështu që për mësyshin nuk ka nevojë patjetër me troki derën e xhamisë ose derën e hoxhës. Pa lexoja vet. Hoxha, a mundesh për shembull, i kemi edhe në internet, më fal që ndërpres, në YouTube kemi shumë rukje, shumë sure që mujna me ndëgju. A është efekti pothuajse i njëjtë se ndoshta edhe kur lexojmë vet, ndoshta për shembull gjuhën arabe nuk është që mundemi me i theksu. Tash, 2 pyetje. A ka efekt kjo në YouTube që i postojnë disa dhe e dyta nëse lexon shqip? E para se përket këtyre rrjeteve sociale, më konkretisht kanalit YouTube, ato nëse janë të konfirmuara nga lexues të njohur, sepse ato rukje për shembull që lexojnë pjesë të Kuranit të caktuara që ndihmojnë për largimin e magjisë ose për largimin e mësyshit ose për largimin e gjinëve nga hoxhallar me renome botnore. Aty janë disa pjesë që lexojnë edhe prej imamave të 2 vendeve të shtetit, haremit, domethënë prej Çabës edhe prej xhamisë pejgamberit, ata lexojnë pjesë, i kanë shkput njerëzit. Kjo është në rregull, nëse janë të konfirmuara. Mirë po, disa anonim, disa që s'ju dihet identiteti, as emri, as mbiemri, unë shërëm me Kur'an. Edhe kjo është rukje shërije, numri i telefonit këto. Do të thonë, ai po kërkon çka? Po kërkon pacient me shku tek ai. Ai po çka po reklamon veten, po i bën vetes marketing. Po edhe nëse i bën dikush vetes marketing apo ka një fër ordinancë, le të thotë marrë vëlla adresën, emrin, mbiemri, rruga, profesioni, le të tregon profesionin, është interesant, dikush shembull si lidhet me fe kërkon hiç, absolutisht, s'din çka feja, nështë edhe nuk e praktikon fen fare, edhe thotë unë për lexoj njerëz ose e bën fshehtas, se njerëzit kanë halle, edhe zore që thot të popullit çan edhe në derën e armikut kanë herë. Unë kisha pas dëshirë që sa hoxhallarët e kanë identitet, hoxhallarët nuk kanë nevojë ndoshta ndaj prezantimi i madh sepse janë imama, dihet shkollimi i tyre krejt, ama këta që janë hoxhallarë, këta le të qesin emrin e vërtet, mbiemrin, le të qesin rrugën, adresën, edhe pastaj nëse ata dinë, nuk ka gjë të keqe absolutisht. Sepse aty për me bë rukje, për me lexu Kur'an, kërkon nuk shkon që duhet, patjetër hoxhallarët. Ama edhe nuk është liria që gjithkush me abuzue, sikur kam pa këtu disa shkputje, jo në mediumin tuaj, dikun tjetër. Edhe s'po du me përmend tash ku e kam pa, po e kam pa në rrjetet sociale, njerëz që sinqerisht ato që thotë jo, nuk din as gjonat elementare të leximit në origjinal. E surja që është kryesorja, që lexohet edhe njerëz që janë të prekur nga mësysh apo nga magjia apo nga xhenet, është surja El-Fatiha, që është Fatihatul Kitab, çelësi Kur'anit. Edhe ato e lexojnë sikur ata fillestarët që djen ashta kanë filluar me u fal ose dje kanë mësuar. Shumë janë fillestarët. Edhe para mendoj tash ata edhe me keqja abuzojnë me petkun e hoxhës e qesin
një shall, apo atë kapelen e bardh, edhe vishna të mundohen pak mi përngjasu hoxhës, edhe hiç nuk e ka problem. Pse s'ka asnjë ditë shkollë të fesë. Me pranu, kur i thët moderatori hoxhë nderuar, mirë se keni ardhur mirë gjej, faleminderit. Të mos skuq. Unë qef kam me qenë për shembull mjek, për shembull psikiatër apo neuropsikiatër. Edhe nuk e ndinë në shpim ato, po tërpënohëm unë tash me dalë me petkun e neuropsikiatrit, kur unë asnjë ditë shkollë të mjekësisë nuk e kam as të shkollës mesme. Normal kemi mësu biologji, fizike, kimi, ama ajo ka qenë, do me thonë... Bazik. Ajo bazike, elementare. Kështu që do të me pas kujdes, njëri para se të përzgjedh personin e dur, do të me ditë identitetin e tij, do të me ditë nivelin intelektual të tij, shkollimin, do të me ditë edhe devotshmërinë e tij. Një njeri që abuzon, edhe rukja ju ka bo për pare, edhe veç e shikon xhepin tënë, edhe i bohen aty palët me radhë, 20-30, po ku më një trajton më 20-30 pacienta? Se për me lexue, për me avon hapun, bile do të parafërsisht një orë, se një 15 minuta 20, shkon pyetje përgjigje, pastaj leximi, edhe pastaj në qetësimi, dal nga dal, edhe diagnostifikimi, se nuk është lehtë, sinqerisht po e them. Nuk është lehtë si të pash pacientin, me thonë ti je me këto, po ku pe din? Unë nuk e di, se botën e fshet, do të me kuptu këto, botën e fshet, botën metafizike, e din vetëm Zoti. As nuk e ka ditë pejgamberi, a.s. As pejgamber para ti, e as dietarët, e as evliat të dashur të Zotit nuk e dim as ne. As ka kurfar informacionin në shan aspektin. Jo, po gjatë leximit, Gjatë leximit e vren. Po, vret gjatë leximit, tash nuk po du me bë këto këtë temë që diagnostifikohet, mirë po nëse për shembull gjatë leximit ti lexon, pacienti po dëgjon, ai djalë mirë, mashallah kështu. I qet këtë, edhe ti fillon me lexu, alhamdulillahi rabbil alamin. Dal ngadal, aty veç i rrjedhin lat. Pas një arsye. Sot që dytën edhe familjarët kërë e shojë, thë mërë kësë qonë kështë kërë, kjo është një shej, dhe më dhe në simptomat e para. Që të kalëzën që? Që të kalëzën që ka një shqetsim. Pastaj, dysa krejt është mirë, se ti kom bo kontrolat, edhe kom bo, për shemëll, atë ndërhyrjen gastron e kom bo të gastroenterologu, ose kom bo të abdomeni kontrolët, këtë i ka ndonë. Ka ndonë mirë analizat. Këtë, të më thonë, kjo çështja e abdomenit është mirë. Si t'ja nish me lezu 2-3 minuta, 5 minuta, thëtë këto. Dhe më thonë, ku janë këto brinjët, këto që është kjo e buta këto ka shqetësime. Disa kanë shqetësime. Kjo ta është për ato që bën rukje, është një shenjë tjetër. Dikush tjetër, si të fillojsh me lezu, veç i bëjnë qepallat kështu. E ki këtë problem? Jo, thotë, asnjëherë, veç këtu thotë tash bë. Këto janë disa shenjë. E në bazë shenjave, ai që bën rukje, hoxha apo dikush tjetër, ai në bazë në shenjave, merret me ditë. Për ndryshe, si ta apo ai sy në sy kështu, shikom në sy, ti ko ke për kështu, ti ko ke për ashtu. Po, që ka njerëz që ka raste që veç diskutojmë me ta dhe ta jap direkt emrin, kush çka ka ndodhur me ty, ndoshta mundohet me ta shpjegoj edhe një tardhmë ose një të kalume dhe ti çuditësh. Emrin këto veç Zoti i din ato të fshetat, edhe kjo është fatkeqësi me fut njerëzin hasmërinë ndërmjet veti. Se dikush abuzon. Po këto se bojnë në gjallak, nuk e bojnë këta njerëz që janë fetarë. A këtë trik ndoshta edhe idealit që me të fut në bela. Sidomos dyshimin kur e ki. Sidomos me të fut në bela me familje. Për shembull, ju thonë e keni një plakë në familje. Po në familjen e juaj, a është e mundshme mos me pas ndonjë plakë? Çdo familje ka. Edhe në familjen time ka plakë, bash familjen time të ngushtë. Si to plakë tash do të më urujt. Ose e keni një plakë pak i dyshim, dele hyn shpesh. Po këtë plestimin e dalin se s'munden me nejt brenda. Në familjen ju e keni një shtëpi aty ka kpuca shumë, po normal, se dikun janë ka 8 antar, 10 antar, dikun janë më pak, që aty ku janë 10 antar, ka kpuca shumë. Po kena edhe ka 4-5 kpuca. Edhe se cilë një person, 3 me qenë, ka 4-5 palë, bëjnë 15 palë kpuca. E i përdorin disa metoda që janë në fakt abuzim, e që ata kanë dhënë përgjegjësi para Zotit pa tjetër, po besoj që nesër pas nesër, kur shteti të konsolidohet, kur shteti të rregullohet, të forcohet, edhe na du me punu natën e ditën me bo shtetin e fort. Sepse na ka hir neve, për 30 vitet e ashme, me bo sikur Zvicra. A mundin me bo pomëre? Se Zvicran nuk janë njerëz të zbritur prej qiellit, vetëm çka i kanë forcu ligjet, edhe tash, jo pse Zvicrani është më mirë se shqiptari.
Për du të ligjit. Shqiptarët janë edhe më të mirë, më human, Se, më social janë. Se edhe po kur ligjet shkoni jashtë besoj po ki përvoja në komunikacion, sidomos nuk po i bojt një i datë gabime si këto. Ka tjetër muhabet. Vetëm për shkak ligjit, edhe këtu kur bëhen ligjet e forta, këta njerëz do të më intervistu me po. Edhe nëse këta janë të zotët me i trajtue pacientët e smur, në rregull me i licensue, edhe me, që me thonë, me adhon një farë leje, që me qujtë se mjek i mjekësis alternative, ose diçka që. Na po thojmë 40 minuta, po për hirtë vërtetës, që kjo temë për 40 minuta as bazika nuk është që mundet me përfundu. Unë po du nga te, shkurtimisht me më tregu qka është magjia, qka është haseti, qka është mësyshi, edhe qka është të prekurit nga gjinët. A mund është pak më na jap një shpjegim që nështë ta mos mira krez dikoj, se a ke pa shpashtojnë, jo beso nuk ju besoj këtyne saneve dhe vazhdan, abdin nështë ta njeri është indikum me vite edhe më në qafë, edhe vetën, edhe rrethin. Fillimisht na po flasim për besimtarët. Edhe thash në fillim të emision. Po, mi tregove 4 pikat? Jo, veç po thëmë, këto mesazhet apo këto udhëzimet janë për besimtarët. A që nuk beson nuk e di pse mu shqetësu, Allah, ti graj rrugës tënde. Edhe kërkush s'po të pengon atë ateizmin tënë. Ju dejtojmë aty në ateizm. Tu bazu në fenë islame. Na po flasim për besimtarët. A ekzistojnë, as ekzistojnë, nuk është kjo pyetje. Bile është shumë qesharakën. Ishtë besimtarët din që ekzistojnë. Jo, po, e ki në Koran këtu. Po, është shumë në Koran. Pse për shembull e ki një surë, kaptin suratul gjin, kaptin e gjinve. Ose pse Zoti i përmendu me thonë magjin në surën el-Beqara. Të regon bile kush ja u ka mësu njerëzve magjin. Edhe çka të dëshirohet të arrihet përmes magjisë. Edhe këtu apo dikun tjetër e kumë thonë, një medium tjetër, se përmes magjisë, qëllimi final, ndoshta i atyne magjistarëve është me nda burrin edhe gruan. Me nda burrin edhe gruan. Për ata dhe Allah një decidive në surën el-Beqara, thët, për ata që bojnë magji, ka mundësi nëse Zotin nuk i mbron çiftin bashkëshortor, wa yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji. Ka mundësi edhe ndajnë burrin edhe gruan. A rrinë dhe më thonë? Ka raste. Se ta synojnë po e zamë. Në agendën e ty një kanë me nda 100 çifte gjatë javës. Mirë po prej 100, një 98 s'kan pa sukses, 2 kanë pa sukses. Edhe disa çifte bashkëshortore të ikisat të shkurorzuara, të divorcuara, edhe kur i tregojnë arsyet e divorcit janë arsyet qesharake. Ato do me thonë arsyet të adoleshentëve janë. Ka do me thonë për kur gjë hiq. Edhe të regoj, thëtë sa kemi qenë bashkë, kemi qenë sikur 2 armiq. Kur jemi ndajemi bo sikur 2 miq. Qysh ka mundësi? Ka arsye shembull, ata e gjenë arsye se shtëpia më mbyll diqysh, nuk më isha me hynë shtëpi, më rëndoj ke shtëpia kur hysha, veç jashtë kisha qef me ndajt. Kjo është shenjë që diçka nuk kanë rregull me personin e fjalë. Ama është e kalueshme. Edhe na nuk do tash me mendu çdo njëri që kemi këto probleme, se na nuk kemi këtë popull të prekur nga magjia, nga mësyshje, nga xhenët, këto nuk do të më fut në kokë këto, se si jemi këtë prekun, një pjesë janë. Edhe për ata hoxhallarët, kur i trajtojnë, disa prej hoxhallarët që kanë kohë, Allah i shpërbleft, se një pjesë nuk kanë kohë, kanë edhe punë tjera ndoshta më të mëshme për ta, se sa këto, po kur i trajtojnë i marrin pyetje, ata hallexhinit, mas pari marrin pyetje. Dhe jo çdo njëri që vjen do të më thonë fal se po të lexoj Kur'an. Që të ti motë në shami se po të lexoj Kur'an. Jo more ka dalë ti pyetën herë ku problemi. Edhe tash ai që ka hallë, ka brenga, ai i shfaq ato të vetat. Ai që ka borxhe shumë. Edhe të flet ty për borxhet. Ose ki nevojë me lexu Kur'an hiç atina. Atina, nëse ki mundësi me ndihmu me pare, ndihmon të lan borxhe, se ai s'ka kur var probleme. As nuk është për mjek, as nuk është për hoç, po është për pare. Ai që ka problem me gruan dhe gruaja e tradhton, s'ki nevojë me hon hajde zotnin mbyllë sytë se po të lexoj Kur'an. Ajo gruaja po tradhton ti lexoj ti sa dush Kur'an, ose anasilltas e kundërta. Ajo nuk ka gruaja e smur, sepse ka burra çash mashtrues, çash dinaka, çash tolt janë. Sa që veti bën gabimet, edhe kur si kanë alë ato, që 10, 20, 30 martes, edhe në fund çka e shpall gruan do me thonë të smur, thotë jo, more kjo thotë po jeton kështu me ëndra, kjo po jeton me paranoja, kjo kështu e ku ta diune. Ajo po jeton me shqetësime
të bazuara, se ka gra që janë të smura nga xhelozia. Edhe ato nuk mundem mi trajtu ndryshe, vetëm se çka më ia largu xhelozin, më thonë shko fol me një psikologe apo me një psikiatër pak edhe largoje që xhelozi. Nëse nuk i dheze atje, nuk ka sukses, atër me lexu dikush për antarët familjes Kur'an se ja ka verbru sy xhelozia. Ajo 24 orë mundohet me monitoru burrin. Kjo është smundje. Kjo tash e ka lënë këtë ato limitet e xhelozisë. Se gruaja me qenë xheloze ndaj burrit, xhelozi të natyrshme është në rregull, se çdo grua që e don burrin është xheloze. Ajo që nuk e do burrin thotë, po çka dush, ka dush, saqë këtu në Kosovë ka raste që unë kam dëgjuar kur bisedoj me ta, kanë halët e tyne, a që më bo demokrat në thojza, a që më bo tolerant, sa që thët burri, unë i këmë thënë kësaj, te vazhdo jetën tonë, kurs të kontrolloj, bë që ka dush, ka dush, me kanë dush, a mo dhe këtë du me mlanë më të lirë. Edhe gruja thët edhe ti je i lirë. Po jetoj me një qati? Nuk e di qëfar jetë bashkërtore është ajo. Unë mendoj kjo jetë bashkërtore, kështu me liri pa limite, edhe mos me ditë kush ku është, edhe çka po bën, mendoj kjo është çka, kjo është thurje. A kupton hoq kur ndohen ajherë naj qift që kam bo magji edhe tash, për shembull, kjo është arsyeja e ndarjes? Po kuptohet kjo? Po kuptohet. Edhe nëse nuk drejtohesh te hoxha? Po, mundet njëri edhe vetë me ditë. Për shembull, kjo që the kur janë... Për shembull, çifti i ri bashkërtor, që janë martu me dëshirë, me vullnet, pa kur farë presioni, pa kur farë imponimi, edhe kanë investu për me qenë bashkë, po një moment ftohen. Dhe ftohja e parë fillon ku në shtrat. Sa që burri shembull është aq i ftohtë që me thonë si akull në raport me gruan e tij, ose anasjelltas. Bojnë kontrollat e mjeku, krejt në rregull, 100%. Urolog ose cili mjek merret me ta, i jep domethënë krejt vlerat janë normale. E ka po vjen nuk e di, domethënë kjo dihet. Dhe ka raste që dikush duron 5-6 muaj, 1 vjet, 2 dhe nuk e duron ftohjen e partnerit edhe vjen deri tek ndarja. Masi ndahen, çka ju kthehen ndjenja të dy palëve. Tjetra në shtëpi, dalin jashtë të lumtur, të dashur, të dashuruar, mos të edhe marrëzish me njëri tjetrin. Kur kthehen në shtëpi, shndërrohen armisht e njëri tjetrit. Të njëjtit që dalin jashtë, kalojnë shumë mirë. Ata që kanë qenë prevalla, apo kanë qenë prizerena, kanë qenë bog, kur janë kthy mas 2 ditë, sikur me hy në atë kafazin e lanët aty me hekre, dhe me shti brenda grillave, po a shtëpia tonë të mirë aty ka. Tjetër e diktoj sepse, për shembull, pse ke lënë këtë gotë këtu, pse ke lënë fletoren këtu, për gjona jo sekundare, por gjona dhjetësore, ato diskutohen, shtyhen. Edhe ka lënë debati, në polemik, edhe ngritja e zërave, edhe tensionohet situata, sa që më në arë deri të ramja, ose deri të ofendimi, pse ke lënë që atu, se ke lënë që tu. Këto janë gjona të fëmijëve. Bile dhe fëmijët janë tolerant këtë gjona, janë shumë fleksibil. Janë disa shenje, kështu që, ose për shembull, në dhomë caktuar nuk munden me flejt. Edhe du të me ndru dhomën, prej dhomës së mesme, me dojnë dhomën e parë, apo së në dhomën e fundë, të varet sa dhoma të vjetit si ka. Në këtë dhomë, thët, kur një pikë gjumë së ne bojnë. Ka rast të kështu. Pastaj edhe shenja tjera, perdët që i gjenë me gjak, për shembull. Perdët me gjak? Po, robat me gjak, po komplet raste, robat e shkyme, ose humbja arit. Humbja arit? Po, jo vjedhja, humbja. Për shembull, e fotografojnë, e lanë, e mbyllin derën, edhe humbë. A ka kësi rastësh? Ka kësi rastësh. Nuk ka shumë, po ka kësi rastësh, edhe nuk diktohet ti çka po ndodh, po ata që bojnë keq, këta keqbërësit, këta shpirtëzinjët, këta magjistarët, këta ka një aleancë të fshet me gjinët jo besimtar, me gjinë keqbërës, edhe çka her pasere i friksojnë kështu njerëzit, her pasere i shantazhojnë me qësi veprimesh, edhe gjinët janë krijesat padukshme. Edhe mund me bo disa veprime, jo krejt, sidomos tek ata që janë papërkatitun, sidomos tek ata që nuk kanë bindjen Zotin, edhe tek ata që nuk janë me namaz. Për ata dhe preferohet në shtëpia tona, të pakte njëherë brenda 24 orët lexohet surja Al-Baqara, ose në 3 ditë, ose njëherë njavtë, sepse në atë sure, në atë shtëpia, po banes ku lexohet surja Al-Baqara, gjenet edhe shetanët nuk mund me hy. Ikun për isaj. Hoq, ma asaj që kuptova, do më thonë, ka njerëz që bashkëpunojnë me gjinë, drejt për drejt. Njëri i kriju prej Zotit, bashkëpunon me gjinë për me bo dikojnë Adam. Jo, njëri është i kriju prej Zotit, mos me bo keq. Po. Aja ka përzidh rrugën e keqbërjes. Se vullnetin e lirë kemi të gjithë. Po. Pra ta kemi edhe trunin, logjikën,
Po, do më thonë... Vullnetin e kem të lirë, po janë disa gjana të determinuara. Për shembull, kemi rregullat e që... smundjen të nuk mundesh me ia pru vetit. Jo. Ose lindjen, ose vdekjen. Ka njëherë njëri e smunë edhe vetën, vëlla hoq. E smunë, po, për shembull, me smundje të rënë nuk mundesh shembull me asil vetës ka. E që kjo hoq që të bën dikush magji, ser, është sprov edhe kjo. Po sprov është. Kjo është sprov, sikur sprova tjera. Sprov, se unë një pash pikat për shembull them me ju përkushtu Zotit, me ka namazli, me bo dhikër, edhe me ju ik haramit. Të qëto harami hoqë dina krejt që na njerëz këtë bojmë gjunahe, po do të mu pëndu. Po tash që të elemente... Të gjunahet, gjithmonë do të me qenë prioritet ikja. Po. Ikja për gjunahet në dha. Jo, me ik për gjunahet në dha, ato shkatëruse, gjunahet e vogla. Gjunahet e vogla, s'po thonë që janë në natyren tonë me i bo. Po, është në natyrshme njeri me bo gabime, se njerëzimi, në nuk kemi engjoj. Ata do të kuptua një mesazh. Edhe kjo është me rëndësi. Kështu e kanë thonë dietarët tonë të parë, dietarët e parë të devotshëm, kanë thonë se Zoti ka kriju engjëjt me lajket, me dije, me logjik, por pa epsh. Ka kriju kafshët me epsh e pa logjik. Intuitën e kanë. Po, ndërsa njerëzit i ka kriju me çka? Edhe me logjik, me dije, po edhe me epsh. E një superiore. Po, që do të thotë njeriu që përdor logjikën, mendjen, edhe punon me mendje, me logjik, ju përngjan botës së kujt? Se me lajkeve, se ato e kanë domethënë kështu jetën e koordinuar, se jepshe nuk e kanë. Ndërsa njeriu që e lën anash logjikën, e lën anash mendjen, edhe vepron punon si mas epshi. Çka ti thot epshi? I përngjan kujt? Kafshë. Pra, do me thonë, i përngjan dikuj krejt tjetër. Andaj, na mas e kemi logjikën, edhe epshin mujna me bona i gabim. Me lajket zbojnë gabim. Se nuk lakmojnë, nuk cyten, nuk, shme thonë, nuk ndikohen prej krijesave tjera. Ndërsa njeriu po ndikohet, edhe është, po e them, në natyren njerëzore me bo gabime, mirë po është në natyren djallëzore, mos me u pendu pastaj, edhe me u bo mendje madh, edhe me u mbur me gjunahe. Madje më duket me fe islame është që kemi një farë kohë caktuar ku nuk shkruan gabimet tona derisa të pendohemi, nëse nuk jam gabim. Çka ki për qëllim? Që për shembull nëse bën një gabim, tani na lën hapësirë edhe Zoti. Po në mëngjes, nëse bën një gabim, para ditët presin me lajket, e bën mëngjes deri në mesditë. Është çështo? Po, nëse pendohet mirë, nëse jo atëherë shkruaj. Shkruan tani gabim. Pastaj edhe mbrëmje, para se mi ra me fjet, nëse pendohet, bjen me fjet i pastër. Po nëse s'pendohet, bjen i ngarkuar. Po edhe nëse bën gjunahe natën deri në mëngjes, po ka hapësirë edhe deri te vdekja. Amo kush po na garanton se s'po vdesin? Se me ditë njeriu më afër se këmishën e trupit. Po, por ashtu shumë bukur. Por ata duhet me u pendu shpesh. Me u pendu jo pse i ndihmojmë te Zoti diçka, po i ndihmojmë. Me kërku falje vazhdimisht. Mirë, po do të me u pendu edhe për gabimet që i bën me njerëzit. Se ato që i bën me Zotin, gjënat që i bën me Zotin është ma lehtë se ti fal Zotit, se Zoti është i gjithëmshirshëm. Gjënahet që i bën me njerëzit, apo që themi ne kur ju hyn hak njerëzve, ju bën padrejti njerëzve. Këto Zoti s'ti falë, thët kërkoj e falin, që shtet popullit në kërkoj halal filanit, ose filanës, kanë e këtë dëmtuar. Është gjëna që falet, po është gjëna i kushtëzuar. Çfarë do të thotë gjëna i kushtëzuar? Do të thotë me një kusht. Nëse personi që e ka dëmtu ta falë edhe Zoti. Po, hoq, se të qëtu ma specifikisht, çka është magjia, çka është haseti, mësyshi edhe ndikimi nga gjën. Po. Sa i përket magjisë, magjia është një veprim që bëjnë magjistarët në bashkëpunim me gjinët, dhe këta janë kategoria me ullët, këta magjistarët, njerëzit më të degeneruar, njerëzit më të prishur, njerëzit më të këqinj, sepse nuk ka gjëna më të madh. Nuk ka gjëna më të madh tek Zoti pas shirkut. Shirku me i bo shok Zotit, kjo gjëna e më i madh. Po i dyti është çka? Sihri, magjia. Sepse shkatërron njerëz, ndan, domethënë të dashurit, burrin edhe gruan, ndan prind për i fëmijëve, fëmijët për i prindve. E oprish njerëz jetën. Mundohen kështu me bë ata, e për ata këta kategoria me ult arrin me gjetë një besim tek gjenët mashtrues, tek gjenët keqbërës, kur këta i bojnë disa veprime, se testohen këta.
edhe do të me shoh fjalën e Zotit, do të me marr Kur'anin me shkyje, do të me gjujt për toke, do të me shkel në falni shprehje derisa për me të arritat besimin e plot, me marr Kur'anin të tërën edhe me shkyje dhe me gjujt në falni shprehje në toalet. Edhe kur arrin këtë shkallë të poshtërsisë dhe arrin me qenë kaq të poshtër, atëherë i poshton Zoti dhe ja mundson me bashkëpunu me xhinët. Edhe këta arrin çka në bashkëpunim, më ia shndrua njerëzve të mirën në të keqe dhe të keqen në të mirë. Pra i shndrojnë xhamat prej një gjendje në një gjendje tjetër. Realitet tjetër. Po. Për ata që janë të prekun nga magjia, të keqen e shohin të mirë e të mirën e shohin të keqe. Për shembull, martesën e shohin të keqe, edhe rrinë të njëtën pa martua, ndërsa laviritetin apo imoralitetin prostitucion e shohin të mirë, thunë që ka të keqe. Me qef për e bëj. Ose pijet e lejuara që janë të padëmshme i shohin të këqia, ndërsa pijet e ndaluara i shohin të mira. Edhe kështu me radhë, kështu me radhë. Kurse hasedi e mësyshi? Hasedi është xhelozia, kur dikush lakmon të këti diçka, për shembull shkollimin tënd, të arriturat e tua, familjen tënde, edhe tash me tërqenie mundohet ata me hjek prej teje e me marraj. Se ti nëse ki dituri, ti je ditur, je shkencëtare. Apo në me lakmu edhe më bo shkencëtar, po jo duke dëshiru që ty me të hupa jo, e one me marë. Po ti mbaje tonën, për example, të kije shkollë shumë, kije disa specializime, ose për example, ki pasuri shumë, edhe shpenzon rrugën e Zotit. Apo në me gjelozu me thonë, kisha pas edhe pasuri me shpenzu si kur arta, po lejohet. Apo me thonë, pja marra soj keq ato, e one me i pas, e mës me pas, kjo është gjelozi e ndaluar, për të cilën Allah ka thonë, em tahsudun an-nasa ala ma atahum Allah min fadli. Pse po i xhelozoni njerëzit? Apo i xhelozoni njerëzit për atë që Allahu ka dhënë nga të mirat e tij. Pra, aty në Zoti ju ka dhënë diçka, më ka dhënë diçka që ti nuk e ke, ty të ka dhënë diçka që unë nuk e kam, aty tretit i ka dhënë diçka që ne nuk e kemi, secili jemi domethënë me diçka të veçantë. Andaj kjo është xhelozia e ndaluar. Kjo është xhelozia e ndaluar kur dëshon me amor tjetër apo të mirat e tij me humb e me art e këtij. Mësyshi është kur shikojmë në diçka të mirë, që është mahnitse, ma gjepse, tërhiekse, dhe dojmë atë dhe nuk e bojmë donë. E qysh me botë? Doja, për shembull, e do një fëmijë, ose e do një diçka, edhe tash ai fëmivi bukur, edhe zakonisht këtë fëmijët janë të bukur, atëherë doja është, masha Allah, te barek Allah, Allahumme barik. Që kjo është doha, që e bën, edhe besoj që nuk preket mija nga mësyshi. Pastaj është edhe një mësysh, do me thonë, tjetër, që është edhe më i rrezikshëm, kur njeriu lakmon diçka, edhe njëjtën kohë lakmon edhe xhelozon. Edhe atë kubër që ka arrit kështu, ai është rrezik me ta kup edhe gomën e kerrit. Për çkaq? Po, është rrezik ajo. S'po am që 100% e bën ata, po. Do me thonë që si veprime që nuk janë të kontrolluara, edhe kjo është lakmie skajshme dhe xhelozia skajshme, edhe këtë e bojnë disa në raport me të tjerët. Tjetra do të me pas kujdes tek fëmijët sidomos, është shumë lehtë se pejgamberi i Zotit i ka pas dy nipa, Hasanin edhe Husejnin, radhiyallahu anhuma. Ata i ka pas nipa prej vajzës, kanë qenë fëmija e Fatimes dhe të Aliut. Edhe lunte me ta, i mërtodhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe shka në fund ja u këndonte doan kundër mësyshit, edhe ju thonte uidhukuma bi kalimatillahi tame min kulli shejtan wahame wa min kulli ainin lame. Kjo është një dua në librin Buruja e muslimanit. Pse ja u këndoi këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nipave të tij? Ja u këndonte për shkak që mos më i godit mësyshi. E katërta gjinët. Gjinët janë krijesat të padukshme, ekzistojnë botën e tyre, ka prej gjinëve besimtar, musliman, ka prej tyre të krishterë, ka prej tyre hebrej, ka prej tyre ateist. Identiken si kur njerëzit. Do me thonë në besim si kur njerëzit. Pse na jem këtu në Kosovë, ka musliman, ka të krishterë, ka dhe të tjerë. Ka prej tyre bamirës, ka prej tyre keqbërës. E qysh gjem besimtar hoq? Po, besimtar, musliman, si kur na. Besojnë Zotin, lutën, falen, shkojnë haqë, agjerojnë, këti kanë ato. Shkojnë haqë? Po, shkojnë haqë, po. Shkojnë haqë, e këjnë haqë. Qka është puna aty në hoq? Edhe tash, ata që janë besimtar, gjenet besimtar, gjithmonë i ndihmojnë njerëzit besimtar. I ndihmojnë. Po, i ruajnë njerëzit besimtar prej kujt? Prej gjinëve? Jo besimtar, prej gjinëve keqbërës. Dhe këta gjinët keqbërës, në bashkëpunim me njerëzit keqbërës,
ata mundon me bo keq njerëzve e ngacmojnë. Ka një luftë këto këgja? Nuk është shumë e madhe, sepse e mira e tërë kësaj e këtij procesi është se ata kanë frikë për besimtarë musliman. Se ti, për shembull, veç nëse i kthehesh Zotit edhe thue E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me një herë dhe me thonë, çka fitoria është e jotja. Nëse ti lexon pak më shumë, nëse ti lutesh Zotit, nëse ti bën dua, nëse ti bën mirë, ata veç largohen, dobësohen. Ata mundon me gjetë njeriu të pambrojtën. Edhe kur e gjen njeriu në dopt, janë sikur ata hajnat e dopt, ata hajnat frikacaka, ata kur të shohin derën qel, dritarën hyjnë. Edhe njerëzit, kur largohen prej Zotit, edhe krejt i kanë lënë dyrë qel, atëherë gjenet mujnë me sulmu edhe mujnë me çrregullu njeriu, i sulmojnë edhe në gjumë. Ju vinë në formën e gjarprinjve, ju vinë në formën e qenve, ju vinë në formën e macave, të meve, nga njëherë natën i hudhin për snalt i bjen poshtë, edhe bërtet, kur bjen poshtë... Ashtë ajo ndjenja u që ka njëherë ki që po duket që po bjen prej nalt poshtë? Si kur të shty dikush ose diçka, kur zgjohesh në krevet, krejt to janë simptome se njeriu është i prekun prej gjinve, po e them kjo është lehtë, sepse me pak lexim, me pak marrje të sebepeve shkaqeve, ata largohen ikun prej njerëzve. Hoq, temë shumë e gjatë, po për fund, po du me të pyet, a ka mundësi që një njeri që është i prekur nga njëra ndër këto pika që ne i diskutuam në studio, të jetoj deri në fund me këtë, edhe të ndikoj shumë në jetën e tij, në përditshmërinë e tij? Po. Ka mundësi? Ka mundësi. Dhe ku mundet me të përu magjia? Nëse njeriu nuk e trajton veten, ton jetën jeton i padisponuar. Ton jetën jeton i pavullnet. Ton jetën jeton i plagësht. A e kuptu se çfarë? Po, jo, e kupton, e shet që diçka rregullosh. Tash në kohën bashkëore nuk arsetohen njerëzit. Përpara ka qenë një jetë tjetër. Edhe ka qenë, e dim na jeta patriarkale, do me thonë i zoti i shtëpisë, çka ka thonë edhe gruaja, ton jetën ka vujt ndoshta. Ton jetën ndoshta s'ka ndija asgjë për burrin e saj, ama kur s'ka guxuar me tregu. As ka thonë te mjeku, as te hoxha s'kërkon. Edhe çka i ka bo prej zore që aty një 5, 6, 7 fëmijë, kur s'ka pas ndjenjen se po flen me burrin e vet. Çfarë, si pi zoret, si me dhunu dikush. A ka pas nevojë më trajtuar. E atëherë arsetohen, kanë jetu do me thonë me çat që me thonë ndjenjë të keqe gjatë gjithë jetës. Ndërsa tash është tjetër, tash jemi të lirë, do të me kërkuj ilaçin. Nëse ti s'po je mirë me gruan, s'po je mirë me burrin, s'po je mirë me fëmijët, s'po je mirë me prind, s'po je mirë me kolegët, po ti do me trajtu veten diçka, se tash mund me pos gabim dikush. Dikush e ke po. Veç veten e shef mirë, krejt të keq. Hoxhallar të këqij, priftrinj të këqij, politikan të këqij, biznesmen të këqij, po nuk mund një krejt me qenë, nuk bën me përgjithësi gjanat. E nëse krejt janë të këqij, ky është më i keqi prej tyre. Nëse kështu i mendon. A mundet me ra vetit njëri mësysh? Po mundet. A është e rrezikshme kjo? E rrezikshme shumë bile. Ma e keqe se këto? Kjo gjenerata e juaj, kjo gjenerata e re, këta janë që mësyshojnë veten, se këta rrinë pasqyra aty një, po them 30 deri në 50 minuta, edhe ja nis me njërin vetull, e ja nis me vetullin tjetër, e ja nis me hundën, edhe i duket vetja. Mashallah. Po, jo s'thot mashallah hiç, atë kohë, thot, femën më të bukur në Kosovë sonë s'ka. Ose ai mashtë thot kështu i merr pincetat sikur gratë depilon po vetë ata hundën, mjekrën, ku diun çka bën, edhe ka lënë një kohë, edhe dikur kur del aty në ashensor dhe shikon veten aty në pasqyrë ose aty te dera e hyjme siç i kem pasqyrë, zakonisht i duket vetja kjo edhe pse është 1.60 ose 1.55, i duket vetja 2 metra, edhe nuk ec për tokë, po don me fluturue. E kjo është më e keqe, njeriu me mësyshu veten apo me u dashu në vetveten. Kjo është më e rëndë. Hoq, edhe shumë çështje tjera sa i përket pikërisht kësaj teme, po uroj që do të flasim edhe herave tjera, do të na presin gjatë javës në vim edhe tema tjera, kështu që faleminderit shumë për kontributin që po e bën. Faleminderit edhe juve dhe për çdo gjë, jemi të hapur, edhe nëse ju e shihni ose stafi juaj ose ekipi juaj e shef të nevojshme të trajtojmë diçka, prap na mundemi, sepse në fenë islame nuk ka gjë që nuk është sqaruar. Për ata Allahu ka thënë fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për gjëra që nuk i dinë. Do të thonë disa gjëra i dinë, disa gjëra i dinë hoç tjetër, disa i dinë ai tjetër, disa i dinë mjeku, disa i dinë psikologët, disa i dinë ekonomisti, disa juristi, po më rëndësi na të gjithë
e plotësojmë njëri tjetrin dhe me kontribuar se cili me dhonë më të mirën prej vetes së tij. Kjo është më e mira. Faleminderit shumë Hoxha Daniel. Të nderuar shikues, ne kaq patëm për këtë javë, vazhdojmë me Hoxhën e nderuar edhe javën tjetër me tema tjera. Deri në takimin tonë të radhës, Vinbeçi.